Në Pallatin e Kulturës në Lezhë u shfaq dramatizimi i eposit shqiptar, një formë e re artistike për të prezantuar lahutën e malësisë të Art Gjergj Fishtës. Përmes ndërthurjes së aktrimit, muzikës, kostumografisë tradicionale dhe skenografisë simbolike, krijuesit sollën në skenë një mënyrë ndryshe për ta përjetuar veprën madhore të poetit. Shfaqja me dramatizim dhe regji të Kol Kunorës u realizua me interpretimin e aktorëve Mark Hilaj, Mario Paloka, Keslin Perdoda, Alessia Alcani dhe Gerald Ndreca. Ndërsa pretash Nilaj mjeshtri i madh për të sollit tingujt autentik të lahutës. Regjizori Kol Kunora u shpreh se ky koncept është vetëm fillimi i një cikli të ri prezantimesh të lahutës së malësisë. E kam pas detyrim me kohë që eposin e Malltë Fishtës ose si më thani Iliada shqiptare, lahuta e malësisë, me u vënë skenë disi më e plot, ajo është shumë e gjatë, sepse nga 20 e sa mijë vargje që janë, 800 vargje diku kemi rregullu. Jam mundu që më ndërthur ngjarje, jo të gjitha ngjarjet i kam kap. Sepse aty ka shumë ngjarje, po kam kap atë ngjarjet më pikante, të cilat lidhen, jam mundu me përfshi dhe pjesët që lidhen me Lezhën tonë. Edhe për aktorët, interpretimi i kësaj vepre mbetet një sfidë për nga thellësia e gjuhës dhe emocionit që kërkon, por një mënyrë e denjë për të ringjallur Fishtën në skenë. Në fakt ishte diçka interesante dhe e veçantë nga herët e tjera. Gjatë kohës që unë kanë të bë provat me regjizorin ose që kam marrë përsipër këtë projekt, kam kuptuar edhe vetë se sa pak e njoh Fishtën, sepse ne kena dëgjuar ose lexuar gjëra për Ciptas, për Fishtën, ato nga më të famshmet, por kjo është me i hy me themel këngëve të tij. Realisht Fishta është një nga autorët që ka qenë në kohë i vështirë për të interpretuar nga të rinjt, por që me kalimin e kohës duke hyrë në tekst, është realisht ndjenja më e bukur që mund përjetojë një lexues. Sparit, unë mendoj se kjo mund të jetë hera e parë, ndoshta paktën për vitet e fundit, s'po thonë në momentet kur ka ardhur demokracia te ne, që është dramatizuar një vepër Fishtës, as më pak lahuta e malësisë. Nuk ditë kemi dëgjuar që ka qenë diçka më përpara, absolutisht që ka qenë peshë rënd për ne, sepse përpos pjesës së aktrimit, mbi ne ka qenë një figurë me peshë të lartë kombëtare si Gjergj Fishta. Sipas aktorëve, kjo mund të jetë hera e parë në vitet e fundit që dramatizohet një vepër e Fishtës. Ky projekt kulturor pjesët e torit fishtian dhe i mbështetur nga Bashkia Lezhë synon të sjellë trashëgiminë e poetit kombëtar në një formë bashkëkohore dhe të ndjeshme për publikun.